Përshëndetje Tamet, shpresoj që jeni mirë. Atëherë, unë po bëj një video ku do të përgjigjem pyetjeve që i keni parashtruar për mua në Instagram. E kam vendos një pyetësor ose një hapësirë për pyetja, edhe kam marrë pyetje të ndryshme, kështu që po përgjigjem, i kam rujt në iPadin tim. Në realitet gënjeva nuk është iPadi im, por si do që tjetë e mora në shfrytëzim. Ka edhe pyetje, po ka edhe komente shumë të mira, shumë pozitive, kështu që unë kam vendos me undal edhe të komentet pozitive, pse jo me ju jap vëmendje gjërave të bukura. Okay. Po filloj me pyetjet. Ergenta. Tringa e dashur, çfarë ose cila të ka frymëzuar deri tani dhe pse? Je dritë. Varësisht se për çfarë lloj frymëzimi po flasim, nëse flasim për frymëzimin e jetës në përgjithësi, unë gjithmonë e them që frymëzimi im kryesor është nëna ime. Do të thotë gjithçka ka nisë prej saj, edhe frymëzimi im më i madh në jetë në çdo aspekt është nëna ime. Më pas nëse flasim për frymëzimet e shkrimit, poezive, gjërave të tjera, normalisht që ka elemente të ndryshme që mund të flasim, edhe krejt varet prej fushës së caktuar, po nëse flasim për jetën në përgjithësi, frymëzimi im kryesor është nëna ime. Edhe në fund dua të të përshëndes, edhe gjithashtu edhe ti je një dritë e vërtetë. Zonja Hanifa. E bukur, e sinqert, veç vazhdo kështu, të ka kriju Zoti për atë familje të mrekullueshme. Faleminderit shumë, thash edhe më herët që nuk kam u ndal veç të pyetjet, po edhe të komentet. Okay. Edhe të komentet pozitive. Faleminderit shumë zonja Hanifa, unë e ndjej me të vërtet veten shumë të bekuar, edhe shpesh herë e falenderoj Zotin edhe për familjen që e kam, po edhe për familjen tash që normalisht e njoh përmes platorit. Me të vërtet mendoj që për mua është bekim shumë i madh me kë jam e rrethuar. Fiti, cilin doje don mas shumëte. Fiti është një kushëre ime prej anës mamit, kur kam shku te dajt kam nejt shumë me ta, vazhdoj me qëndru me ta normalisht, edhe e përshëndes shumë se e kam kushëre favorit të preferuar. Vazhdojmë, Arta, pse je kaq e mirë? Faleminderit shumë për këtë pyetje në formë të komentit pozitiv ose avasjellta, si do që t'jetë. Arta, pse je kaq e mirë? Faleminderit shumë, mundohem t'jam e mirë, jo gjithmonë ja dal, mendoj që njeriu thellë në brendësi ka edhe të mirën edhe të keqen, edhe varësisht ti se çka po don me ushqy veten, apo don me qenë e mirë, apo don me qenë jo e mirë, kështu që unë mundohem me ushqy veten me gjëra të mira, me njerëz të mirë, me gjëra pozitive, po nuk e di sa ja dal, po më vjen mirë që i jap një energji pozitive edhe një energji kaq të bukur. Kështu që faleminderit për këtë pyetje ose për këtë koment pozitiv. Arta më ka bërë prap një pyetje shumë të mirë. Libri aktual që po e lexon. Atëherë, në kohët e fundit, po flas për 7 javët e fundit, unë jam merrur më shumë me pjesën e provimeve dhe pjesën e fakultetit, kështu që nuk kam pas shumë kohë me lexu. Tash një libër që po e lexoj është Festa e Cjapit, është libër i cili ka fituar çmimin Nobel, edhe sapo kam filluar me lexu, kështu që e kam ndodhur në një video të mëhershme që e kam ble, po nuk e kam lexu. Po tash që kam filluar është një libër shumë i mirë edhe ja u sugjeroj të gjithëve. Po për koment më detajuar, do t'ju informoj në një video tjetër edhe kur të mbaroj librin normalisht. Edhe ndoshta këto provime po përfundojnë, se vdesëm. Enisa, ku e gjen frymëzimin për me shkru në ditë që s'ki frymëzim? Shumë pyetje interesante edhe me ven. Normalisht, jo gjithmonë kam frymëzim për të shkruar, edhe ndonjëherë ky frymëzimi thjesht ikën edhe harxhohen idetë, kreativiteti, edhe normalisht që në qëtë fazë është shumë vështirë me shkru ose me qenë kreativ. Unë kësaj faze bideja kam lënë emrin krizë artistike, nuk është se më ndodh shpesh, po kur fillon si fazë zgjat kogja. Çka bëj në këto raste kur nuk kam frymëzim, sidomos kur du me shkru poezi, i caktoj vetë 3 fjalë, ose kur jam me dikë i them caktomi 3 fjalë, për me shkru një poezi, një paragraf ose një struktur të ndonjë ideje për ndonjë libër, edhe kështu filloj edhe shkruaj edhe gradualisht vjen frymëzime. Pse jo, mundemi me provu edhe tash në TikTok, mundeni me shkru në për komenta,
3 fjalë, edhe mundemi unë me i bo poezit me fjalët e juve, edhe ndoshta del edhe një libër tjetër me poezi me këtë ide. Po kjo është çka bëj kur më ik frymëzimi. Pyetja ishte shumë e mirë. Elsa, cilat janë qëllimet e tua tutje? Edhe kjo pyetje e mrekullueshme. Atëherë, këto para se të përgjigjem do t'jepja një sugjerim ose një këshill, kushdo që e mirëprat këtë këshill. Mendoj që qëllimet e tua si person, qëllimet afatgjate nuk duhet thënë. Fatkeqësisht, për që është shumë e vërtetë, njerëzit janë të prirur për të prishur gjërat e bukura. Edhe qëllimet e tua normalisht që gjithmonë do të janë për të arritur gjërat mira, edhe për të më shku sa më lart ti si person me atë sa mendon që është e duhura për ty. Edhe mendoj që këto qëllime është mirë me i diskutu me veten tonë, po jo me të tjerat. Edhe kur them me të tjerat, ndoshta me askënd në disa raste, sepse qëllimet e tua mund të jenë shumë reale për ty, por siç e thash më herët, njerëzit janë të prirur për të prishur gjërat e bukura. Kështu që qëllimet afatgjate do sugjeroja të mos i ndani me njerëz. Unë edhe vetë, kur të tjerët më pyesin për qëllimet e mia, kur nuk dua t'ja u them, ose ju them direkt nuk dua të tregoj këto, ose nuk dua të përgjigjem në këtë pyetje, ose thjesht bëj një gënjeshtër të bardhë, sikurse nuk e kam vendosur akoma se për çfarë je duke më pyetur. Por nëse flasim për qëllime të shkurta të cilat nuk kanë ndonjë farë lloj filozofie si kjo që sapo thash, janë të mbaroj universitetin me kohë, me notën mestatare që ja kam caktuar vetes, të mbaroj deri në maj librin tim të ardhshëm në të shkruar në strukturë edhe në përmbajtje, edhe kështu të kaloj sa më shumë kohë me familjarët, me familjen. Pra këto janë qëllimet e mia të shkurtra, edhe një sugjerim tjetër, qëllimet e juaja gjithmonë shkruani. Është e mrekullueshme se si funksionon. Nuk ka të bëjë me çështje të manifestimet, ka të bëjë më shumë me çështjen që ti organizon një qëllim ose një vizion tëndin afatgjat. Pra ti e shkruan, e ndan në ditë se çfarë do të bësh çdo ditë për të arritur deri tek ai rezultat që ti po kërkon tek vetja. Kështu që është një strategji shumë e mirë për të shkruar qëllimet tuaja. Se duke filozofuar edhe po ngatrohem. S'ka gjë. Dani, Altan femën je. Fjala Altan nuk është qep, por unë po të kuptoj plotësisht se çka do të më thonë. Edhe faleminderit shumë, një kompliment shumë i bukur edhe i lezetshëm. Merita, eksperienca më e bukur e jetës tënde. PS, je shumë e bukur. Faleminderit shumë Merita. Unë dala te komente fillimisht. Eksperienca ime më e bukur e jetës, ndoshta është vështirë me ndasi eksperiencë, me thonë kjo është një dhe e vetmja më e bukur, ose të paktën kryesorja. Mund të quaj eksperiencën time më të bukur këtë eksperiencën e fundit, që sa po botova librin, edhe ishte një eksperiencë shumë e mirë, sepse realizova ëndrrën time qysh kur isha e re, e vogël, se e re jam akoma, kur isha e vogël që kisha një ëndër për të botuar një libër, për shkak të pasionit tim, edhe çdo ide që e kam pasur se si do të realizoj promovimin e librit tim, ashtu edhe ka dalur. Kështu që për këtë jam shumë e lumtur sepse kam pasur një eksperiencë jashtëzakonisht të mirë. Kurse në eksperiencë interesante, do të thoja eksperiencat në kohën e gjimnazit, kur bëja aktivitete të ndryshme, sidomos aktivitetet në shkollën e muzikës. Ato kanë qenë pak më të veçanta. Po si eksperiencë e fundit, kjo e promovimit të librit normalisht. A përdor pije energjike, kafein gjatë mësimit ose punëve ditore? Je shumë e mirë Tringa. Nëse flas për pije energjike dhe them sot këqija janë me u konsumu, sa shumë kanë sheqer, nuk jam personi i duhur për me folë për këtë, për shkak se në një periudhë unë kam pirë shumë pije energjike. Fatmirësisht tash nuk e bëj një gjë të tillë. Unë nuk kam diçka të caktuar në kohën e mësimit se çka me pi ose çka me konsumu ushqim, ose edhe gjatë punëve të ditës. Kafein jam person që pi shumë kafe, pra pa kafe nuk mundem, edhe pi goxha, dhe kur them goxha, ndoshta e kam numrin 6 deri në 7 kafe në ditë, edhe kjo mund të jetë një numër mesatar. Pi shumë kafe, shpeshherë edhe teproj, po për pije energjike, kohët e fundit jam të pi më pak,
e kam bajt dietën e Atkinsit, ajo më ka ndihmu se kam pas të ndalume me pijet e gazuara dhe pijet që përmbajnë sheqer. Kurse nëse më pyet në aspektin e këshillës për të mësuar se çka kisha sugjeru unë, normalisht që gjithmonë kishte me qenë vetëm uje, fokuse, me i përdor ato aplikacionet për ndihmë për fokus nëse keni probleme, kam tregu në një video, edhe kaq do të thot vetëm ujë, edhe me u fokusu me i nda se çka kemi mësu gjatë ditës. Kurse punëve ditore, varësisht çfarë punëve. Në punë kur jam në zyra, më duhet fokusi, kështu që përveç një kafe ofër, nuk është se bëj diçka tjetër. Kurse në shtëpi, nëse flasim për punë të shtëpisë, nuk mundem as me i fillu pa muzikë. I marr i vendosi kufjet edhe filloj pastroj, i organizoj gjana në shtëpi, kështu që varësisht edhe pi punëve. Po në aspektin e mësimit gjithmonë konsumojeni ujin është më mirë. Po i them edhe 2 pyetje të fundit, me qenë sa video doli shumë e gjatë dhe ka pyetje shumë, dhe më pas e vazhdoj pjesën e dytë të pyetjeve dhe përgjigjeve. Filoreta më ka bërë një pyetje, kënd e ke në Suedi? Unë po e shfrytëzoj rastin të përgjigjem edhe disa pyetjeve që janë të ngjashme me këtë pjesën e Suedisë. Njerëzit më kanë pyetur a jeton në Suedi dhe ku jeton në Suedi. Unë nuk jetoj në Suedi, jetoj në Kosovë, po për shkak se kam shumë familjar, do të thot literalisht shumë familjar në Suedi, unë shkoj shumë shpesh atje. I kam tezet, dajën, qikat e tezës, edhe kam një familje shumë të madhe, kështu që më bie të shkoj shpesh edhe t'i vizitoj ata. Janë në vende të ndryshme të Suedisë, kështu që për mu Suedia gjithmonë ka qenë edhe udhëtimi im i parë, sepse në Suedi udhtoj qysh prej vitit 2012, edhe më pëlqen shumë vendi, atmosfera, do të thotë kultura, edhe ja kam mësu goxha gjana suedezve, kështu që shkoj shpesh edhe ndoshta t'u i nda momentet me juve të përditshme që zakonisht i bëj, po edhe tek pjesa e Suedisë të udhëtimeve, keni mujt me e kriju një përshtypje që jetoj atje, por që realiteti është ndryshe, veç e vizitoj si vend shumë. Deri në si e kështë përshkru vetën me një fjalë, po kthena në përgjigje, inteligjenta. Nuk e di, ndoshta është shumë vështirë me përshkru vetën me një fjalë, po pozitive, ose energji. Këto 2 fjalë kishin me qenë shumë, sepse jam person që mundohem optimista, shumë, jashtëzakonisht, gjithçka e shoh në këndvështrim pozitiv, gjithçka e shoh në këndvështrim qysh ka mujt me u bë më mirë, nuk mundohem mos me i gjyku të tjerët, mundohem me e pa në perspektivat e tyre. Do thot, ndoshta optimiste kishte me qenë fjala ma e duhur për me përshkru veten, sepse mundohem maksimum me pa të mirën në çdo këndvështrim në jetë edhe tek njerëzit. Shpati, gazetari jon, ka shkru s'po të pyes hiq pra, pe përfundojmë kështu pra, masi shpati s'pas ka pyetja, edhe unë s'po përgjigje më, edhe shihemi në videon e dytë me pyetje përgjigje, edhe faleminderit pafund e shfrytëzoj rastin për këto pyetje, për këto interesime të jashtëzakonshme, për komentet pozitive që po i marr. Me të vërtet ju dua pafund dhe ju përqafoj shumë, edhe shpresoj që t'ja u kem përcjellur edhe energjinë pozitive, po edhe atë dashurinë edhe atë vullnetin që e pata për me nda çdo informat bashkë me juve. Edhe një herë ju përshëndes edhe shihemi në videon e dytë me pyetje dhe përgjigje. Mirupafshim!